Ju përshëndes të gjithëve, zonja dhe zotrinj, juftoj të na ndiqni, do të flasim për një temë që na prek të gjithëve, do të flasim për sigurinë ushqimore, një alarm kombëtar në fakt sa i takon shëndetit publik të qytetarëve, po jo vetëm, edhe si një nga shtyllat kryesore sa i takon kushteve të panegociueshme për të përmbushur sa i takon integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ju tashmë jeni njohur që deputet të Partisë Lirisë kishin dorëzuar në Komisionin Parlamentar të Jashtëm një nismë sa i takon sigurisë ushqimore që ndër të tjera synonte domosdoshmërinë e kryerjes së analizave laboratorik për ndotës ushqimor, një nismë që është rrëzuar nga Partia Socialiste. Për të diskutuar për nismën e rrëzuar për sigurinë kombëtare, më lejoni të prezantoj Erisa Xhixho, deputete e Partisë Lirisë. Xhixho, përshëndetje, mirë se vini. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Xhixho, përpara se të shkojmë tek problematikat e sigurisë ushqimore, më lejoni t'ju pyes sa i takon nismës që ju dorëzuat në Komisionin Parlamentar të Jashtëm dhe natyrisht pse u refuzua kjo nismë nëse ka patur argumente nga pala që e rrëzojnë këtë rast Partia Socialiste. Së pari, kjo iniciativë vjen si domosdoshmëri për të adresuar pikërisht atë problematik që thatë dhe ju, sigurinë ushqimore. Ne prej disa muajsh kemi depozituar në kuvend këtë iniciativë e cila adreson këtë çështje. Më fal, ka një problem sepse zëri im dublohet, nuk e di si dëgjohet aty. Ne ju dëgjojmë shumë mirë, Xhixho, pa dublime. Kështu që besoj dhe në transmetim jemi në rregull. Do ta keni pak ju të bezdisshme. Në transmetim dëgjoheni shumë mirë, më konfirmon regjia. Do ta menaxhoj. Okej. Faleminderit. Pra, është një iniciativë e sjellur prej disa muajsh në Kuvendin e Shqipërisë. Vlen të theksohet që kjo iniciativë është hartuar dhe mbështetur pikërisht nga profesor Edmond Panariti, ish ministër i bujqësisë, një njohës shumë i mirë i çështjeve të sigurisë ushqimore, por edhe të veterinarisë. Siguria ushqimore është jo thjesht, siç e thatë dhe ju, një shqetësim për çdo qytetar, por është edhe një nga kriteret kryesore që ne duhet të plotësojmë në procesin e negociatave. Vlen të theksohet kapitulli 12 adreson pikërisht këto çështje që ne propozuam. Më lejoni të evidentoj disa nga problematikat e evidentuara 2 vitet e fundit për sa i përket sigurisë ushqimore, që unë e thash edhe në komision. Së pari ne kemi pasur refuzim nga Kroacia i eksportit të specave shqiptar për shkak të nivelit të lartë të pesticideve dhe ju e keni evidentuar gjithashtu. Kemi pas problem me mandarinat e kontaminuara të refuzuara nga Bashkimi Evropian. Kemi pasur problem me peshkun e infektuar me parazit anisakis apo kontaminimi mishit të derrit, të pulës me salmonel, që është bërë një nga shqetësimet kryesore edhe në mediat shqiptare. Ka pasur bllokim të pjeshkëve shqiptare nga Kroacia, por dhe një shqetësim i fundit që ka qenë prania e arsenikut tek buka në disa media dhe në disa media investigative që e kanë bërë të pranishme. Dhe propozimi që ne kemi çuar është pikërisht në këtë kuadër për t'i dhënë zgjidhje kësaj situate. Lejoni të themi që ne kemi 2 ligje për sa i përket sigurisë ushqimore. Së pari është ligji për ushqimin dhe ligji për kontrollin zyrtar të produkteve ushqimore. Por këto kanë një boshllëk pasi në akte normative pas vitit 2017 është hequr detyrimi për kontrollin analitik të produkteve ushqimore, vendase dhe të importit. Pra, nëse deri para 2017 institucionet shqiptare dhe çdo produkt që dilte në tregun vendas do duhet të ishte certifikuar, mbas 2017-s nuk ndodh më ky kontroll. Dhe në progres raportin e fundit të Bashkimit Evropian të 2025-s
dhe iniciativa jonë adreson pikërisht këtë shqetësim të Bashkimit Evropian, thot që nuk kemi të përputhur dhe nuk kemi të gjithë kontrollin e zinxhirit ushqimor me direktivat e Bashkimit Evropian dhe me rregulloret e Bashkimit Evropian. Dhe çfarë themi ne? Ne themi që të kemi analiza të detyrueshme analitike, qoftë në laborator publik apo privat, por këto labor do duhet të licencohen përpara, pra të jenë të licencuar në mënyrë që të bëjnë këto analiza dhe analizat jenë të shpejta, sikundër i bën gjithë vendet e Bashkimit Evropian, pra metoda të shpejta, gjë që çfarë siguron, ky detyrim siguron që prodhimi vendas të jetë më i sigurt dhe nga ana tjetër edhe eksporti i prodhimit vendas të jetë absolutisht më i sigurt dhe të mos kemi raste si Kroacia apo vendet e Bashkimit Evropian të cilët e kanë bllokuar. Pse? Sepse në këndvështrimin ton, kjo ka sjell dëme qoftë ekonomike, qoftë imazhit të prodhimit bujqësor vendas tek të huajt. Ne kemi argumentuar dje në komisionin e jashtëm, sikundër e tha aty, kemi qenë sot në komisionin e bujqësisë, majoranca e pranon këtë problematikë, edhe keni parë dhe kryeministri që së fundmi e ka thënë që siguria ushqimore është një nga problemet më të mëdha dhe që do kemi vështirësi shumë nda në procesin e negociatave, por me arrogancën e pushtetit e kanë hedhur kundra, duke thënë se ne do të cillim një paket dhe e cila do të përfshijë edhe këtë iniciativë tonën. Pra, në qoftë se ne themi që sot është emergjencë kombëtare dhe është pjesë e sigurisë kombëtare që qytetarët shqiptar të jenë të sigurt të çdo produkt që ata konsumojnë në familjet e tyre, edhe kjo e them sidomos për nënat e reja, për fëmijët e tyre, po për çdo qytetar, dhe ne themi ta adresojmë sot sepse është mundësia që ne ta bëjmë të detyrueshëm kontrollin paraprak të çdo produkti që del në treg. Majoranca mendon që do të kryhet në një të ardhme, duke mos menduar absolutisht në pasojat që ajo mund të lënë, dhe kjo zvarritje mund të lënë pikërisht në sigurinë ushqimore, që është një problem shumë i madh sot. Po, Xhixho, dhe këtu në fakt nuk flasim vetëm për pasojat sa i takon proceseve integruese të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, po flasim mbi të gjitha për shëndetin publik, shëndetin e qytetarëve. Po me çfarë argument majoranca nuk e pranoi, nuk janë gati? Pse nuk duhen pra këto analizat të detyrueshme dhe laborator të licencuar që sugjeruat juve? Kanë pamundësi ekonomike, çfarë? Absolutisht që kundërshtimi ishte absolutisht a priori, pra çdo iniciativë të opozitës ne duhet ta hedhim poshtë. Këtu marr parasysh që ne kemi diskutuar sot edhe iniciativë tjetër të Partisë Lirisë për uljen e TVSH-s, pra tatimin vlerën e shtuar për produktet e shportës, për të adresuar pikërisht një shqetësim që e kanë 72% e shqiptarëve, që është kosto e lartë e jetesës, dhe ne propozuam që nga 20% që ne sot paguajmë për vezën, qumshin, mielin, vajin, për gjithë produktet bazë, ta çojmë në 5%, në mënyrë që të afektojmë direkt në uljen e kostos së jetesës dhe t'i vim në ndihmë pensionistëve, shtresave në nevojë, sepse kemi rrogat më të ulta, por kemi çmimet më të larta. Kemi 50% më të larta se vendet e Bashkimit Evropian, dhe kjo iniciativë, edhe pse u pranua që po, kosta e jetesës është një shqetësim, po, kemi një dështim të gjithë politikave qeveritare, sepse sot kemi çmimet më të larta dhe koston më të lartë jetesës, që e bën pamundur jetesën sidomos për çiftet e reja, po për çdo qytetar, përsëri u hodh poshtë kjo iniciativë. Pra, këtu nuk vihet në qendër qytetarit, ne propozuam që e rëndësishme për ne është që ne të arrijmë qëllimin, të sigurojmë produktet shqiptare dhe produktet e konsumit për shqiptarët, dhe nga ana tjetër të ulim koston e jetesës. Kuvendi mund të marrë kohën e mjaftueshme, mund ta amendojë këto ligje, mund t'i përmirësojë këto ligje,
dhe absolutisht mund t'i bëj të vetat dhe t'i shkojnë sa më shpejt në një zgjidhje reale. Por absolutisht u refuzua me një arrogancë, me një sjellje që është tipike e kësaj majoranse, sepse unë e thash edhe në Komision të Ligjeve, që para ka pa dyshim, para ka për kopshin e den 4,2 milion euro për qefin e kryeministrit, për të dhënë intervista në kryeministri, ka për aferat e Akshit 500 milion euro, ka për aferat të tjera të tunelit Llogaras, ku tashmë kuvendi është bërë mburoj politike ndaj zvendës kryeministres dhe ka cënuar absolutisht hetimin e ngjarjeve shumë të rënda korruptive, por nuk ka para për qytetarët, nuk ka para për rritjen e pension, as për sigurinë ushqimore, as për kostën e jetesës, sepse parat shkojnë absolutisht për klientët e qeverisë. Dhe më duhet të theksoj që për shkak të rritjes së çmimeve, unë e thash dhe në komision, është rritur të vëshoja, janë rritur arkëtimet. Nga xhepat ton po dalin më shumë lek. Në fund të ditës, edhe në buxhetin që miratuan vjetor, këto para nuk shkojnë as për rritje pagash, pensionesh, as për investime më shumë në arsim, shëndetësi e tjerë me radhë, por shkojnë afera korruptive që ne kemi shumë qartë. As për sigurinë ushqimore për cilën flasim sot. Xhixho, ju dëgjova teksa ju referuat produkteve të importit që kthehen mbrapsht, por nëse i referohemi shifrave konkrete, 5 vitet e fundit janë evidentuar 194 raste, mund t'jenë edhe më tepër, po i referohemi shifrave konkrete, mes tyre 134 janë produkte importi, 60 raste nga produktet e eksportit. Ndërkohë, sa i takon mallrave të importit, përfshihej nismën tuaj që të kalonin nga e njëjta rrugë pra e sigurisë ushqimore, pra analizat të detyrueshme laborator të licencuar e tjerë, apo e marrim të mirëqënë që mallrat e importit janë pa probleme? Jo, të dy komponentët, pra si prodhimi vendës, edhe importi vënda, pra çdo produkt që kalon në treg, do duhet më së pari të bëhen analizat analitike, biokimike dhe çdo gjë tjetër, sipas laboratorëve, qoftë privat dhe publik, por këta të jenë të licencuar, në mënyrë që qytetarët shqiptarë ta dinë që atë që konsumojnë kanë pasur një verifikim paraprak. Pra, mos ndodhi dëmi më pas, pra mbasi produkti ka shkuar në treg, ne e tërheqim ndërkohë që ai është konsumuar dhe fillojnë procedurat, por që përpara produkti vendas dhe importi, pra ti nështrohet këtyre analizave që nuk është një shpikje shqiptare, është një standard që ndodh në çdo vend të Bashkimit Evropian. Xhixho, nëse flasim për masat ndëshkuese ndaj subjekteve që nuk respektojnë normat e sigurisë ushqimore dhe përgjegjësia e institucioneve shtetërore që ne kemi. Kemi diku te 4 institucione përgjegjëse sa i takon shëndetit publik dhe ju për këtë kërkuat pra që të ketë ndërhyrje urgjente ligjore dhe institucionale, po masat ndëshkuese ndaj subjekteve abuzuese, përgjegjësia e institucioneve? Po, ne kemi thënë edhe në projekt ligj që institucionet përgjegjëse padyshim që është AKU-ja dhe institucionet e varësisë, dhe kemi parashikuar edhe sanksione kundra vajte administrative të rënda që shkojnë gjob nga 500.000 deri në 2 milion lek, ndalim të përkohshëm të aktivitetit tregtar, asgjësim të produktit të rast rreziku të lartë. Më duhet ta theksoj edhe një herë që gjithë iniciativa që ne kemi propozuar, që do të kalojnë në seancë në datë 12, pra të njëjtën, është adresim i gjithë shqetësimeve në progres raportin e 2025-ës për sigurinë ushqimore, i cili thot mjaft qartë që kemi një vakum ligjor, që nuk kemi një përputhje me rregulloret europiane,
dhe që do duhet plotësisht ta adresojmë sa më shpejt këtë shqetësim. Dhe nuk ishte arsye pse të presim, apo i vetmi arsyetim që u dha nga majoranca është që do të vim ne me një paket, por jo se rrëzuan qëllimin dhe vlefshmërinë e këtij projekt ligji, ndërkohë që unë ofrova së bashku me kolegët tanë që t'i japim kohë kuvendit, ta përmirësojmë iniciativën nëse dhe ju keni sugjerimet, dhe të kalojmë sa më shpejt në një zgjidhje reale për qytetarët. Mendoj që siguria ushqimore ka një shqetësim shumë të madh që ka kaluar në një emergjencë kombëtare dhe sa më shumë kohë kalon, është një dëm që shkon për konsumatorët dhe për qytetarët shqiptar. Në fund të ditës, të gjitha politikat që ne marrim duhet jenë në funksion të shërbimit publik dhe të interesit publik. Dhe në qoftë se ne nuk arrim të sigurojmë që minimale qytetarëve shqiptar, sigurinë ushqimore, pra që të kemi analize paraprake të çdo produkti i cili vjen në tryezat shqiptare, absolutisht që nëse flasim për gjëra të tjera janë absolutisht dytësore. Dhe në këtë ndjeshmëri unë ju drejtova dhe kolegëve të majorancës, por absolutisht që ishte një refuzim i paarsyeshëm dhe absolutisht pa argument ndaj iniciativës tonë. Xhixho, sa i takon ndërgjegjësimit qytetar për një problematik kaq të rëndësishme sa është siguria ushqimore, si e gjykoni? Ndërgjegjësimi dhe reagimi, se kur flasë ndërgjegjësimi natyrisht kam parasysh reagimin e qytetarëve. Kemi patur raste për shembull mandarinat që u kthyen mbrapsht në Shqipëri, pretendimi se u azgjesuan, ndërkohë që qarkulloi lajmi se kishin shkuar në treg dhe ishin konsumuar nga qytetarët. Pra, ndërgjegjësimi dhe reagimi qytetar në proporcion me problematikën. Nëse e mbani mend për sa i përket këtyre institucioneve të cilat unë kam shumë rezerva, mbani mend kryeministrin që e shkriu AKU-n, e ngriu AKU-n, domethënë si një institucion i cili ka shumë problematika në adresimin e sigurisë ushqimore. Mund të them nga eksperienca personale që një nga temat kryesore të nënave të reja sot, të çdo qytetari sot, është siguria ushqimore. Pra, a janë produktet që ne konsumojmë të sigurta, a kanë ato përmbajtje të lartë të vlerave ushqyese për fëmijët tanë, dhe gjithmonë më shumë qytetarët po ndërgjegjësohen. Do duhet ketë një reagim, është mundësia sot, në orën 17 ne do të jemi në një protestë masive dhe secili prej qytetarëve ka një arsye për të protestuar, po siguria ushqimore është një nga arsyet për cilat do duhet protestohet fort, është përtej partive politike, është përtej çdo bindje politike, kjo është një e drejtë kushtetuese dhe një e drejtë qytetare. Dhe reagimi absolutisht që do duhet jetë edhe më i madh, është rritur absolutisht. Protestat e opozitës kanë qenë masive, por edhe qytetarët vetë, unë nuk mendoj që është thjesht detyre e opozitës, është detyre çdo qytetari që do duhet kërkoj llogari për çdo cënim të sigurisë ushqimore apo të çdo lloj padrejtësie që bëhet në kurrizë të tyre. Mendoj që shembulli që po jep majoranca me një korrupsion galopant, me një mbrojtje që po i bën vend kryeministres, duke bllokuar dhe duke kthyer kuvendin në një mburoj politike ndaj procedimit penal, ndaj numrit 2 të qeverisë. Ne kuptojmë shumë mirë që zonja Balluku ka qenë ekzekutore e aferave korruptive të Edi Ramës, sepse urdhëruesi padyshim që është Edi Rama, ndaj dhe mbrojtja ndaj saj është mbrojtja ndaj vetes së tij, por ne nuk mund të pranojmë absolutisht që kjo vendimarrje të cënoj procesin e integrimit evropian. Dhe deklarata e djeshme
e Komisionit Evropian që kuvendi do duhet veproj sa më parë me heqjen e mandatit ndaj çdo deputeti i cili është në ndjekje penale, është mesazhi më i qartë që lufta kundër korrupsionit dhe pavarësia dhe mbështetja e institucioneve të drejtësisë në adresimin e kësaj çështje shumë të rëndë korruptive nuk mundet të ngelet pengi një kryeministri i cili ka vendosur të marrë peng gjithë Shqipërinë dhe të bllokojë procesin e integrimit evropian. Jam shumë e shqetësuar për këtë pjesë, kam informacione shumë qarta që Bashkimi Evropian po e ndjek nga afër këtë çështje dhe që negociatat me Bashkimin Evropian absolutisht mund të vijnë në pikpyetje për shkak të kësaj qasje dhe të kësaj vendimarrje të këtij kryeministri. Po dhe dje ishin kapituj shumë të rëndësishëm që kishin të bënin pikërisht me reformën e gjyqësorit, po natyrisht edhe kjo që diskutuam ne, siguria ushqimore, shumë e rëndësishme e pa negociueshme. Është kapitulli 12 më i vështirë që ne do të negociojmë. Gjigjo, me qënë se përmëndëm institucionet ndërkombëtare, përpos raporteve zyrtare, kanale komunikimi me institucionet ndërkombëtare për raportimet të çfarë ndodh në Shqipëri? Patjetër, opozita unë vi nga një takim në Washington, në Kongresin Amerikan, ku ne kemi pasur mundësi, si unë si kolegët e tjerë të opozitës, me kongresmen shumë të rëndësishëm në Kongresin Amerikan, ku padyshim që me ardhjen e zotit Trump në kryet ekzekutivit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dy janë prioritetet kryesore, që është lufta kundër korrupsionit dhe karteleve të drogës. Dhe të cilat janë të panegociueshme. Absolutisht që opozita është në një raportim të vazhdueshëm, jo vetëm të Shtetet Bashkuara të Amerikës, por edhe të Bashkimit Evropian. Unë kam qenë më përpara edhe në Parlamentin Evropian, ku ka pasur takime me eurodeputet dhe ku kam ngritur çështjen shumë të rëndësishme të zgjedhjeve. Absolutisht, kapjes së drejtësisë, ke pasur një hearing në Kongresin Amerikan ku implementimi i sistemit të drejtësisë u adresuan ato çështje që ne kemi thënë që qofse më përpara drejtësia jepej në 3-4 vite, tashmë jepet në 15 vite. Kjo cënon aksesin në drejtësi të qytetarëve shqiptar, kemi mbi 200.000 dosje që presin të shqyrtohen, por nga ana tjetër dhe përdorimi i drejtësisë si armë politike ndaj kundërshtarëve politik, dhe ku padyshim rasti i presidentit Partisë Lirisë, i cili vazhdon të mbahet në izolim ekstrem, pa fakte, pa prova, në një dosje absolutisht të manipuluar, dhe edhe pse ka kaluar në fazë të seancave paraprake apo do të shkojë në gjykim, mbahet në izolim ekstrem, duke mos u lejuar as komunikimi me mediat, as takimi me eurodeputetët, as me deputetët, po as dhe me familjarët, edhe pse kemi 2 raporte të avokatit të popullit që adresojnë së pari paligjshmërinë e arrestimit të zotit Metat, pra të një rrëmbimi kriminal që ndodhi, ku ju cënuan të gjitha të drejtat të sankcionuara në Konventin Evropian e Drejtave të Njeriut, që nga fakti që aty ishin persona të maskuar, të pa identifikuar, që nuk ju tregua urdhri i gjykatës për më se 3 orë e tjerë me radhë, deri tek avokati i popullit që bën raport të fundit për gjendjen e paraburgimit, ku ai edhe pse është i prezumuar i pafajshëm, sepse kjo është e veçanta e personave që janë në paraburgim, mund takoj vetëm 4 persona gjatë muajt, por absolutisht nuk kanë ndaluar komunikimin e tij mediatik, edhe pse ju marr një shembull të Rusisë, pra kemi arritur marrim shembullin e Rusisë, ku atje liderët opozitar kanë pas mundësi të japin intervista edhe për CNN edhe për gazetat të tjera. Pra,
kapja e shtetit që ka ndodhur në Shqipëri është bërë akoma më shumë evidente, jo thjesht tek qytetarët shqiptar, por edhe tek faktori ndërkombëtar. Presim, dje u njoftuam që do të ketë 2 misione faktmbledhëse nga Parlamenti Evropian, si një kërkesë e Partisë Demokratike dhe të opozitës, për zgjedhjet e fundit të 11 majit dhe vëmendja absolutisht është shtuar ndaj vendit tonë si pjesë e rajonit, sepse lufta kundër korrupsionit, si kundër u tha dhe në deklaratën e djeshme të Bashkimit Evropian, por edhe të Shtetet Bashkuara të Amerikës, është një prioritet madhor, pasi korrupsioni dhe kartelet e drogës kanë influencuar shumë dhe afera e Akshit në fakt e nxori në sipërfaqe, ku kemi politikën të përfshirë me krimin e organizuar, se si ndahen tenderat, se si merren peng biznesmen për të ndryshuar pikërisht ankesat e tyre të tendera, pra për të tërhequr nga tenderet, se si është cënuar siguria kombëtare, sepse kanë pasur akses në kadastër, në Teams, në gjyqësor dhe në shumë gjëra që tregon dhe nxjerr në dritën e diellit që ky është një narkoshtet dhe ky lidhja e politikës me krimin absolutisht është e faktuar tashmë. Gjigjo, sa i takon protestës së sotme, ka ndonjë ndryshim nga protestat e tjera, apo e keni lënë surprizë, apo keni lënë në dorë të qytetarëve protestues mbarvajtjen e saj? Unë mendoj që çdo qytetar shqiptar do duhet të jetë në shesh sot. Shqipëria po kalon një moment shumë të rënd, pasi përveç varfërisë, shpopullimit masiv qytetarëve, mos përballimit dot kohë societesës, pasigurisë në për shkolla që shkojnë fëmijët tanë, edhe shkojnë me libra dhe përfundojnë me fika, sistemi shëndetësor, ku rasti i onkologjikut është rasti më flagrant i abuzimit me fondet, por edhe aferat e check-upit, sterilizimet e tjerë me radhë, por jemi dhe në një situatë ku zëvendës kryeministre akuzuar, jo në hetim, e akuzuar nga Prokuroria Speciale, merret në mbrojtje dhe nuk lejohet të hetohet apo të vijohet me masat e tjera shtrënguese. Pra, një ministre që ka 2 muaj që është nën akuzë, por që vijon të firmon si tendera, vijon të emëroj edhe të punsoj personel, nga ana tjetër është ajo absolutisht që intimidon dëshmitarët, si kundër është provuar dhe nga SPAK, dhe mbahet peng kërkesa e SPAK nga 83 mandatet e kësaj magjorance, e cila ka humbur çdo moral politik për të qeverisur, në çdo vend demokratik do duhet kishte pasur dorëheqje apo shkarkim në raste të tilla, përkundrazi kërcënohet drejtësia dhe do ndryshohet edhe legjislacioni për më tepër. Parlamenti ndaj po, kjo është qëndrimet e fundit të kryeministrit, pra kur një zyrtar hetohet, kur një zyrtar është në akuzë, nuk i hapim rrugë drejtësisë, si kundër thoshte kjo majorancë në çdo cep të Shqipërisë, që ne nuk bëhemi zyrë avokatie për asnjë deputet apo një ministër, do të ndryshoj ligje për të mbrojtur korrupsionin. Por asgjë nuk e shpëton as Edi Ramën, as qeverinë e tij të korruptuar, sepse qytetarët janë të ndërgjegjësuar dhe protestat e vazhdueshme të opozitës do të vazhdojnë deri në pasjen e një qeverie teknike e cila mundson zgjedhje të ndershme dhe largimin përfundimtar të kësaj qeverie. Elisa Gjigjo, të falenderojmë shumë për bisedën së bashku. Faleminderit. Faleminderit juve. Zonja dhe zotrinj,
Faleminderit. Gjigjo, folëm për sigurinë ushqimore, po jo vetëm, ju e dëgjuat, është refuzuar nga Partia Socialiste nisma e Partisë Lirisë, i takon domosdoshmërisë së kryerjeve të analizave laboratorik për ndotësit ushqimor, dhe ju e dëgjuat që nga viti 2017, pra ligji ndryshuar në vitin 2017, pa mundëson kryerjen e analizave, dhe pikërisht kjo është refuzuar së fundmi nga Partia Socialiste në Komisionin Parlamentar të Jashtëm, por natyrisht prekëm edhe çështje të tjera të rëndësishme të aktualitetit politik, duke ju falenderuar për vëmendjen, ju përshëndesim.